Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, ashtu që meriton, që i takon madhënisë tij, ai është vetëm i denjë dhe meritor, për qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Salatet dhe selamet janë për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata cilët me mirësi pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahu dhe jemi mirënjohës që na ka mundësuar që edhe sonte të takohemi, të vazhdojmë përpjekjen tonë për me mësu sa më shumë dhe sa më mirë rreth asaj që na bën dobi në dunja edhe në ahiret. Sonte me lejen e Allahut fuqiplot do të shoqërojmë me një temë nga Kurani famadh gjithsesi. Ajo ka të bëjë me mënyrën se si kanë komuniku pejgambert e Allahut me popujt e tyne. Në çka kanë thirrë pejgambert edhe qysh janë përgjigj ummetet e pejgamberve, respektivisht ata njerëz të cilët kanë qenë të ftuar. Edhe temat këtilla kemi nevojë për to, për shkak se edhe ne si besimtar, sidomos të pas parasysh atë dëshirën edhe dashamirësinë që kemi për njerëzit për rreth, tu fillu prej familjeve tona, e tu zgjonu deri ku mundet me mri rrezja jone e veprimet, e kemi një dëshirë që njerëzit me u udhëzu ashtu që jemi udhëzu na. Njerëzit me hecë në rrugën e Allahut ashtu që po ecim na, edhe me përfundu, inshallah të shpërblymë që ashtu që shpresojmë na për vetën tonë se kena me u shpërbly. Pra, besimtari është skajshmërisht dashamerës për të tjerat, e këtë dashamirësi ne mes tjerash e fuqizojmë motivin për te, edhe kur njihemi me veprimtarit e pejgamberve, kur e shohim se sa dashamerës kanë qenë ata për popujt e tyne. E kemi përmend edhe e dim se dashamirësia e tyne ka qenë gati deri në vujtje. Kur thom gati deri në vujtje, do më thonë ata atë shumë kanë ndi, kanë përjetu, atë shumë dëshirë kanë pas që njerëzit të udhëzohen, sa që nga njëherë edhe kanë vujt. E kemi përmend javët e kalume shembullin e atij burrit i cili me nxitim ka ardhur prej skajit të qytetit tu i thonë njerëzve: o populli im, hecni rrugës së pejgamberëve. Kjo është punë e madhe të ndërruar vëllezër. Është punë me vlerë shumë të madhe dhe të njëjtën gjë e ka obligim secili besimtar me e bë. Çfarë sa i ka dhënë Allahu i madhruar mundësi, këtë obligim e ka përshkru në mënyrë të mrekullueshme pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë: bellighu anni walau aya, prej meje përcillni qoftë edhe vetëm një ajet. E kjo i bjen që secili prej neve mundet me qenë një model për tjerët, modeli i besimtarit për rrethin. E në radhë të parë jemi më të thirrur me qenë modeli i familjarëve tanë. Do të thonë ata që na njohin mirë, me lakmu me u bë si na. Nuk mundëm me arrit këte nëse nuk i te i kalojmë nivelit e tyne. Për arsye se nëse dikush ka arrit deri dikon, ai s'mundet me lakmu me u bë si dikush që ka arrit më pak. Njerëzit në çdo aspekt kur lakmojnë me u bë si dikush, i lakmojnë me u bë si dikush që ka ecë më shumë se ata. Në aspektin e dijes, në aspektin e suksesit, karrierës, pasunisë, e çka do të qoftë. Në aspektin e mirësjelljes, në aspektin e lidhjes tonë me Allahun, në aspektin e rrezatimit pozitiv me rrethin, në aspektin e bamirësisë, në aspektin e njerëzillëkut. Krejt njerëzit do të me lakmu me u bë si na. Ose me thonë: shumë mirë, qysh jeni të shakon edhe unë, po ja që unë s'po muj me mri, e në asë një mënyrë nuk bën me leju na që dikush me thonë: që shto siguri o kur s'kisha pas qef me u bë. E kemi përmend edhe në të kaluman
Njerëzit natyrshëm i din bazat e të mirës edhe bazat e të keqes, edhe natyrshëm e din që besimtari do të me koni i mirë, ai që shkon në xhami do të me reflektu pozitivitet, do të me koni i sjellshëm, edhe hiç pa lexuar për libra, ata kanë herë na e nxojnë krytë dhe na thojnë qysh ti po shkon në xhami edhe po bën kështu ose po vepron kështu ose po flet kështu. Njëjtën pyetje e bën qysh hoxha me vepru kështu. Pse e din që ai i cili frymëzohet me fjalën e Allahut, me Kur'an, edhe e merr shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai do të me koni mirë. Ata nga njerë nashta e teprojnë, të pritë që na me konë të pagabushëm, me konë me lache, fare, mirë po nuk na liron prej përgjegjësisë, fakti që na themi jemi njerëz, Allahu qështu na ka kriju me behane, me tmeta, po, ama ti me gjithatet dosh me bo përpjekje, për me konë deri në maksimum i mirë. Pejgamberi a.s. ka thonë, inna Allahe yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinah, Allahu dan që kur ndonjoni prej jush të bëj diçka, ta kryj një vepër, ta përsos atë, ta bëj të përkryme dhe pagabime. Një gjë e tillë padyshim që është e paarritshme, mirë po do të me konë e synueshme. Na do të një punë kur ja nisim, me thonë unë du me e bo pa behane këtë punë. Po s'kimi a dalë, ama kur të synojsh, kualiteti dhe cilësia asaj punë ka me qenë në një nivel shumë të narë. E padyshim që për këte në mëson Kur'ani edhe na udhëzon, edhe na frymëzon, po ka do të me ecë edhe ku do të me i qitë kamët derisa ecim, mas mire e kemi shëmbëltyrën praktike të pejgamberve të Allahut. Atyne pejgamberve që Allah i madhruar ka përzgjedhë dhe ka dërguar numër të madh prej tyne. Vetëm Allah e din se sa ka qenë numri i pejgamberve. Shumë i madh. 25 përmenden me emën në Kur'an, po Allahu thot ka prej tyne që të kemi tregu, e ka prej tyne që s'të kemi tregu. Tjetër vend thot s'kemi lënë populli pa i dërgu pejgamber, kështu që numri i tyne prapë mbetet vetëm dije ekskluzive Allahut fuqiplot, po që ta për cilët Allahu i madhruar na ka fol, nuk na ka fol kot. Për shembull ka pejgamber, sigur se Nuhi a.s., Ibrahimi, Musa, e pejgamber tjerë që shembujt e tyne dhe veprat e tyne përmenden në disa vende në Kur'an. Ma tepër si një sure. E tash aty Allahu ka dash diçka me na thonë se nuk është Kur'ani libër i historisë, as nuk është libër i thjesht rrëfimeve me të cilat njeri do të me kalu kohën ose me i lexu para xhume. Jo, Kur'ani në vërtet në vete ka edhe histori, por ajo histori është e gjallë, ajo histori është frymëzuese, ajo histori është histori e cila jep shembull të mrekullueshëm. Po filloj me thonë një diçka që Kur'ani e ka nënvizu bukur kur ka fol për pejgamberët. Ka thonë Allah i madhruar, rusulen mubeshirin e mundhirin. Në surën Nisa ajetit 165, Allah i madhruar thot, Allahu ka dërgu pejgamber në shomës, mubeshirin e mundhirin. Ata kanë qenë edhe myshdëgji, pra përgëzues, kanë qenë edhe vrejtje tërheqës, paralajmërues. Komentatorët e Kur'anit këto dy shprehje, mubeshirin edhe mundhirin, i sqarojnë thjesht edhe në mënyrë të kuptueshme, thot pejgamberët e Allahut e kanë pasur obligim dy gjëra me ju tregu njerëzimit, dy gjëra të përgjithshme. Ata kanë treguar detajet gjithsesi. Ato dy gjëra të përgjithshme kanë qenë ju tregu njerëzve çka është mirë, edhe tjetra çka është keq. Po jo vetëm kaq, po atyne që pastaj ju tregojnë çka është mirë, edhe ata bëhen dëgjueshëm, e respektojnë atë në çka ftojnë pejgamber, atyne me ju tregu se kur hesni kësaj rruge, keni me mritë të suksesi, keni me mritë të përfitimet e shumta, keni me mritë të mëshira e Allahut fuqiplot të shpërblimi i tij. Edhe të kundërtën, kur kanë sqaruar se çka është keq, kanë tregu se e keqja çon te dështimi, edhe kanë tërheq vrejtjen për rreziqet me të cilat
përballet ai I cili e zgjedh rrugën e dështimit. Allahu kur thot rusulan mubashirina wa mundhirin, krejt nevojën njerëzore e përmbledhin çto dy fjalë. Njeriu ka nevojë me I tregu çka është mirë edhe me I tregu çka është keq. Pastaj vazhdon ajeti. I njëjti ajet thot li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allahu thot këto e bën mes tjerash edhe që njerëzit të mos kenë mas dërgimit të pejgamberëve, të mos kenë arsye tim edhe justifikim me thonë o Zot s'kena ditë. Allahu nuk e kalon asnjëherë njerëzimin në mosdije. Allahu nuk e kalon asnjëherë njerëzimin në huti, në lajthitje. Gjithmonë Allahu ka tregu mjaft. Ka tregu atë për çka ka nevojë njeriu e pastaj ka mbetën zgjedhjen e vet njeriu apo don me ndjek rrugën e mirë apo po don thjesht si të shmangët rrugës së drejtë. Plot rrugica ka, plot sokaçe ka, por ato pastaj asnjëra nuk është e drejtë, edhe asnjëra nuk është e mirë, edhe asnjëra nuk është e qëllume. Allahu gjithsesi I ka përmbush si me thon obligimet. Allahu si ka bërë kërkuj. Po Allahu ka njëherë ka marrë përsi për gjana cilat kërkush s'mundet me ja obligu ati, po ai ka marrë përsi për mënyrë obligative. Sikur se e thot në Kur'an për shembull, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Zoti juj ja ka bë obligim vetës mëshiran. Nësë kishu mujt me imagjinu që me I obligu Zotit diçka. Mirë po aja ka obligu vetës mëshiran. E si rrjedhoj e kësaj mëshire është edhe mundësia që Allahu a ka dhënë njerëzve që të udhëzohen e jetësimi I kësaj mundësie gjithsesi vjen nëpërmjet atyre mësimeve të cilat I kanë përcjell pejgambert e Allahut. Edhe pejgambert e Allahut pavarësisht dallimeve në kohë edhe në vend që kanë jetu. Madje pavarësisht dallimeve ndoshta edhe në prejardhjen e tyre etnike, fisnore e të ngjashme, ata brumin e ofertës e kanë pas të njëjtë. Bile bën me thonë pavarësisht edhe disa dallimeve konkrete në ato mësimet, në tanësit e mësimeve të tyne. Ka pas dallime në detaje, por qatë shumë materie, qatë shumë përmbajtje ka qenë e njëjtë dhe e përbashkët, sa që stash mira vetë neve, kur po thëmë neve, jo juve, por neve hoxhallarëve që e majmë vetën gjoja për të ditun edhe njohës të mirë të këtyne punëve, mira vetë hajtë adin me më kallëzu çfarë dallimi ka pas thirrja e Musait prej thirrjes së Isait, alayhi salatu wassalam, ose thirrja e Hudit prej thirrjes së Salihut, prap alayhi salatu wassalam. Dallimet janë aq të thjeshta edhe të parancishme, sa që I dim, nuk është që nuk I dim, po kurse kena vra mendjen me I majtë në men, ose edhe me I trajtu gjithaq, për shkak se pikrisht që ajo përmbajtje e njëjtë edhe e përbashkët që I brum për cilin po flas, është aq I rëndësishëm, sa që këto tjerat edhe dallimet qofshin nuk binë në sy shumë. Nuk janë qaq të vrejtshëm. Andaj, kur themi në çka kanë thirrë pejgambert, janë disa parime, disa gjona të përgjithshme që pa dallim edhe pa përjashtim të gjithë kanë thirrë në çato, e para ka qenë besimi I saktë dhe I drejtë dhe thirrja e tyne për njësimin e Allahut fuqiplot, me besim, me përulje, me nënshtrim edhe me adhurim. Ajo që ne sot I themi tauhid. Thot Allah I madhruar në surën An-Nahl, thot walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Secilit popull I kemi dërgu pejgamber. Secilit popull I kemi dërgu pejgamber, e thirrja e secilit pejgamber ka qenë adhurojeni Allahun edhe shmangni, braktisni çdo gjë që adhurohet
përveç Allahut të madhruar. Prapë në surën Nahl, Allah i madhruar thot, yunazzilu l-malaikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allahu i zbret edhe engjujt edhe me lachet ka njëherë. Në shoqëri me ta dhe Gjibrilin, me urdhën ti, ja dërgon kujt don prej robërve të vet, fjala është për pejgamberët, e mesazhi ose porosia është tërhiqja unë vrejtjen njerëzve se nuk ka la ilahe illa ana. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç meje, fjala e Zotit kjo. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Fettekun, andaj mos u lidhni me lidhjen e devotshmërisë dhe frikë respektit me askënd përveç meje. Do thonë që kjo e tregon në mënyrën më të mirë se do më thonë në qka, ose qka është ajo më bazikja në cilën kanë thirrë pejgambert e Allahut. Ju kujtohet kur kemi fol, nështë e ka 2 muaj që e kemi kryer, ndoshta më shumë surën Shuara, e kemi përmend do pejgamber, fillimi i secilit rrëfim në atë kaptin që flet për secilin pejgamber, ka qenë thirrja e tyre, o popull im, adhurojni Allahun, s'ka të adhuruar me drejt përveç tij. Më dëgjoni mua, unë jam për juve një këshillues i përzemërt e kështu me radhë. Do të thonë krejt ata pejgamber, fillimi i tyre fillon me të njëjtat fjalë. Pse? Për arsye se çështu ka qenë thirrja e tyre. Ka shembuj edhe jashtë asaj sure. Për shembull në surën Araf, Allah i madhruar përmend për Nuhin a.s. si i ka thonë popullit vet, ja qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. O populli im. Që kjo thirrja o populli im e kemi përmend disa herë, për neve do të me konë domethënëse edhe frymëzuese, për arsye se kur dojna me e thirr dikën, do të me e thirr me dashuri. Do të me e thirr me përgëdhelje, me butësi. Kur ti thosh dikuj je i jemi, do më thonë e ke afru kogja shumë. Nashta e ke afru ma tepër se sa ka qenë, e ke shkurtu distanca. A shumë e rëndësishme, ai i cili dëshiron me e përçu një mesazh si duhet, ai duhet distancat me i shkurtu, jo me i rrit. Edhe kjo bëhet me butësi, me kujdes, me mirësjellje, edhe me zgjedhje të fjalëve, ashtu qysh është mas miri, e gjithmonë të i marrë shembull pejgambert e Allahut. Ata të bekum, pejgambert e Allahut, pra, me gjithë armiqësinë që popujt e tyre kanë pas për ta, gjithmonë ju kanë thonë, o populli, ka dallu besimi, ka qenë shumë e madhe armiqësia, ka pas edhe gjuhë shantazhuese, kërcënuese, e kështu me radhë, megjithatë pejgambert nuk kanë hjek dorë prej kësaj shprehjes, o populli. Ose i dim shembujt, për shembullin e Ibrahimit a.s. me babën e vet, o baba im i dashur. Ose Nuhi a.s. me djalin e vet, o biri im i dashur. Krejt këto thirrje përgdhelëse me gjithë dallimin e madh, në qëndrime, e në bindje në pikpamje. Njoni i dashtun e Allahut, pejgamberi është i dashtun e Allahut, tjetri armik i Allahut. Mirë po, kur nuk e kanë zbrit nivelin e komunikimit në nivel të pagëdhendur. Fatkeqësisht, sot sidomos, njerëzimin përgjithësi, komunikimin e ka, ma shumë e ka me etiketa, e me akuza, e me ofendime, e me shamje, se sa e ka një komunikim si kushi. Po halama fatkeqësisht, edhe vetë muslimanë sot me e këshyrë komunikimin e kanë kryesisht me vrazhdësi edhe me mungesë maturie. E tani, në shkon me anja me u shqetësu, pse u mëtëm të folë, e u mëtëm të shkru libra, e të botu libra, e të majtë ligjerata, e të bo emisione, e të bo ato, edhe kërkuj s'poja prek thellësinë e zemrës. Pse? Për arsye se normal, ato punë janë në dorën e Allahut edhe na s'kemi ndikim në to. Mirë po për çka ka caktuar Allahu na s'kemi drejt mu argumentu se dim, po na duhet mu argumentu me punën që ne e bëjmë, edhe duhet veten tonë me e matë suksesin ose mos suksesin
do të me e matë me a kemi bo punën që Zotë e ka lypë i neve apo jo. Dikush menon që unë për hir të Zotit i thras njerëzit edhe i mësoj njerëzit edhe i këshilloj njerëzit. Pastaj thot unë për hir të Zotit musmanin për kërkon se unë jam parimor, unë jam i ngullt. Pastaj unë jam kështu, unë e kam për një me, unë s'kam në i far interesi e kështu me radhë dhe menon që si ti kish qito, masane ti fol qysh dush edhe grahi, nuk është e vërtet kjo. Absolutisht kjo nuk është e vërtet. Kjo është sikur me thonë dikush, unë po du me u falë për hir të Zotit. Po a kthejna ka kibla, a ja kthej shpinën kiblës? A e falë akshamin 3 recata, 5, a 2, a 1, a falë në ndur, e kom përpjet, s'ka lidhe se unë e kam për hir të Allahut. Ja, nuk është kështu. Edhe këto në tonë e dim. Në të gjithë e dim që s'munësh ibadetin Allahut me ja bon qysh dush ti, po ibadetin Allahut do të me ja bon qysh e lyp ai. Edhe Davetin s'munësh me ja bon qysh dush ti. S'munësh me thonë unë i këshilloj njerëzit që të kam qef. Jo, dush me ja bon qysh e kam bo pejgambert e Allahut, cilët Allahu neve na ka obliguar dhe na ka thirrë se t'i marrim shembull, e secili prej tyre i thot popullit vet, edhe Hudi, edhe Salihu, edhe të gjithë, ja qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, o popull jam. O popull jam. Çka o popull jam? Me paramër pronor jami. Është thirrje përgdhelse, është thirrje dashamirëse. Ani tema për cilën do të flasim është temë shumë e rëndësishme, shumë madhore, adhurojeni Allahun, s'ka temë më të madhe se kjo. Po pikërisht për shkak që ka temë madhore, do të me po mirë, do të me zgjedh fjalët më të mira, më të bukura, më të buta, më të këndshme, që mundet dikush me i dëgju. Pra tema është e rëndësishme, po s'kemi nevojë me dalë prej balansit për me folë për një temë të rëndësishme. S'kemi nevojë me bërtit, të i tregu njerëzve për Allahun, nuk kemi nevojë me i bezdis për shembull me klithma, me britma, me kështu me radhë. Derisa ata më mirë e pranojnë kur flasëm qetë. Gjithkosh, dhe më thonë, jo që po më dëgjë, pa thonë që po flasë, ndonjoni prej juve me më drejtu, në ma shumë kom qefë me më drejtu qetë, se me mbërtit. Atër pse unë me adhon vetës drejtën, me bërtit, kur me folë qetë është ma mirë, s'kemi nevojë absolutisht me... Po du me thonë, që është e rëndësishme, ajo dashamirësia për cilën folja në fillim. I thrasim njerëzit jo për diçka tjetër, veç se ja u dojmë të mira. Ja u tërheqim vrejtjen edhe i këshillojmë njerëzit me u largu prej të këqijave veç për shkak se na llimse. Kem dhëmshuri për ta, kem rahmet për ta. Po krejt kjo, pastaj s'do të me u shpreh në mënyra të pakëndshme. Nuk ka ma kollaj se sa me rregullu njeri vetën e vetë në çdo aspekt. Mjafton me u kthy vetit edhe me thonë, që kështë pas qef ti, sigur të shekon në vend filanit. Që kështë pas qef ti me të folë dikosh. Unë shpesher i thonë vetit, s'po du me thonë që unë e bëj mirë këtë punën tem që e bëj. Dhe shpesher i thonë vetit, u lu njëherë në tokë aty, jo në kari këto, edhe këqër qysh e kështë kuptu ti që ato që i shullë që tu me të folë ty, edhe masaneri si a falë. Edhe a kështë pas qef me të bërtit, a kështë pas qef me të folë tamam qysh folët. Përgjithësi pra pejgambert e Allahut këtë punë e kam pas edhe Allahu e përmend në Kur'an, thotë ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Asnjë pejgamber nuk e kemi dërguar para teje, i thotë Allahu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e që të mos i kemi shpall se s'ka të adhuruar me drejt përveç meje. Allahu i thotë, andaj veç mua më adhuroni. Që kjo është baza. Këtu s'ka ndodh me pas dallim mes pejgamberëve. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Na të kemi shpall ty, Allahu i thot pejgamberit, edhe atyne që në kom para teje, nëse bëni shirk, krejt ato punë tjera kanë më shku poshtë. Kur farvlerës kanë me pas. Pra kjo është baza e të gjitha bazave në cilën nuk ka dallim edhe ndryshim edhe s'ka kompromis. Gjithmonë ato kauzat e drejta i kanë do bazat cilat
natyrshëm i bashkojnë njerëzit. Distanca kohore mes pejgamberëve është shumë e madhe, 1000 vite. Nashta 10.000 vite. Nuk e dim me saktësi, po shumë. Vetëm nëse i marrim, domethënë prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam te Isa alayhis salam janë 6 shekuj. E deri te na janë ma tepër se 20 shekuj. Para mendon Musa alayhis salam sa u kon më herët e tjerë pejgamber, domethënë sigurisht e kalon 10.000 vite e ma tepër. Për çdo 10.000 vite, asnjë dallim mos më e pas në çet bazë, në çet themel, kjo tregon madhështinë e kësaj të cilën e promovon Islami. Në përgjithësi, Allahu ka folë edhe në forma pak më ndryshe për mja u mush menën njerëzve. Për shembull, thot Allahu në surën Zukhruf: "Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rrahmani alihatan yu'badun." Pyeti ata të cilëve ju kemi dërgu pejgamber më herët, a mund dikush me pohu që ka ardhur pejgamber me shpallje dhe ka thonë bëni ibadet filan idhullit, ose filan teqës, ose filan tyrbës, ose filan idhujt, qëto janë idhujt, se kanë erë fjallën idhull, na kur e përdorim, ndoshta si xhamat nuk e kemi idenë çysh është manifestimi i kësaj. Shkëlqyrin njerëzit që ka bojnë, për shembull, në ta shtu qujtuna festa të ndryshme, idhujtare, flijime, ibadete, e kështu me radhë, dhe e merr vesh çka është idhujtaria edhe i kupton më mirë edhe ajetet që flasin për këtë temë. Ose është edhe një gjë shumë interesante, si shprehje kuranore, thot Allahu i madhruar: "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Thuaj o Muhammed, sigurisht këto e ka thonë Allahu për me komuniku me ehli kitabët, e sidomos me të krishterët. Të krishterët që thonë se Zoti ka djalë. Dorën zemër ajo doktrina e krishterë nuk është shumë e qartë, nuk e din, ata djetarët e tyne e kanë qartë, po kush është Zoti, kush është djali i Zotit, e kush është nona e Zotit, e është një ajo në tre, cili është i pari, i dyti, i treti, është shumë e pështjellët kjo farpune. E si duket krejt ato, si me thonë, ato deformimet janë ngulit pa drejtësisht në fen, ta ashtu qytërën fen e Isait a.s. Isai a.s. s'ka thirë në gjonat këtila, po Allahu po i thot pejgamberit Muhammed s.a.s. thuj atyne: "In kana lirrahmani walad." Nëse Zoti ka fëmijë, atëherë unë do t'jem i pari që kam i boj ibadet që ati fëmijës Zotit. Pse? Se me konë fëmijë i Zotit, edhe ai do të me konë Zot. S'ka mundësi me konë ndryshe. Djali i insanit është insan. Ata që lindin prej kafshëve, se cili është kafsh, si mos prej ardhjes që e ka. Edhe djali i Zotit do të duj me qenë Zot, po tani mos si shkon një Zot. Ishim po 2 e 3 ma shumë, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për me mbyll debatin, o urdhnu mi thonë, sikur të kishte Zoti fëmijë, unë do të isha i pari që do të adhuroja atë fëmijën e Zotit mirë, po një gjë e tillë absolutisht nuk qëndron. Pejgambert nuk kanë thirrë veç në çështjana të besimit. Kur e lexojmë Kur'anin edhe rrafimet e pejgamberëve, e shohim se ata kanë folë për gjëra shumë konkrete të jetës përditshme. Pra feja të asnjë pejgamber nuk ka pas bot kuptim sekular. Ani fen jo aplikone në përxhamia, lut një Zotit, falni namaz, lyp në xhenetin, po kur dilni pe xhamis, jeta është diçka tjetër, s'ka punë Zoti aty. E pejgambert në përgjithësi kanë pas jo vetëm ofertë, po kanë ndërhyr të gjitha punët e njerëzve, për arsye se pikërisht ky është roli i fesë dhe i besimit, me e rregullu jetën në tansi, jo vetëm me e rregullu atë pjesën e besimit, atë pjesën e lidhjes me ahiretin, jo, edhe dunjan me e rregullu. Për këtë arsye, pejgamberët e Allahut kanë thirrë
që të braktisën të gjitha deformimet në sjellje, në marrëdhënie, në raporte ndërmjet njerëzve, duke qenë se njeriu ka prirje me anu ka keqbërja edhe ka çrregullime, thot Allahu i madhruar wa idha tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al-hartha wan-nasl wallahu la yuhibbu al-fasad. Njeriu si të ja kthen shpinën rrugës së Zotit, angazhohet në për tokë me bo çrregullime, e me shkatru bim e gjona të mira që Allahu i ka kriju në rregull, me bo fesad, e Allahu nuk e don fesadin. Fjala fesad në rrugëllazën e ka kuptimin edhe të korrupsionit. E fjala korrupsion na e përdorëm, e menojmë që korrupsioni është vetëm me vjedh ose me marrë rishvet. Nuk është. Po fjala korrupsion, sikur se edhe fjala fesad ka kuptim shumë më të gjatë. Korrupsion do të thonë me u prish. Edhe fesad do të thonë me u prish. Çdo gjë që prishet i thonë u bë fesad. E tash prishja e çdo rande, në çdo aspekt është fesad, e pikërisht që to e kanë luftu pejgambert e Allahut fuqiplot, thot Allah i madhruar tu e përshkru thirrjen e pejgamberëve, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. O njerëz, pejgambert kanë thonë, o njerëz, mos bëni çrregullime në tokë, pasi që Allahu atë e ka rregullu edhe e ka bë mirë çysh dohet. Është një shembull interesant te Shuaibi alayhis salam, kur e kemi parasysh edhe që ky shembull e çet në pah lidhjen mes ibadetit edhe përkushtimit ndaj Allahut fuqiplot edhe veprimtarisë në jetën e përditshme. E Shuaibit alayhis salam, populli i vet i kanë thonë se ata janë kun popull përveç defekteve që kanë pas në besim, ma mirë me thonë në mosbesimin e tyne, ata kanë pas defekte në sjelljet e tyne. I në konë qast korruptum që kur kanë shit, kanë ofru ma pak, kur kanë lyp çmim, kanë lyp ma shumë, kanë vjedhë në peshore, në masë, në atë. E Shuaibi alayhis salam si u ka falë. Ju jeni të bo Allahut shirk, të e mohu Allahun, ju jeni të mos besu që shdojt, ju jeni të vjedhë, ju jeni të bo kështu, ju jeni të bo kështu, ja u ka të regu kë i kanë defektet, e ata pastaj një formë edhe si shpotitse edhe si përqeshse, i kanë thonë ja Shuaibu, as-salatuke ta'muruke an naf'ala fi amwalina, as-salatuke ta'muruke an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. I thanë, o Shuaib, na po të shohëm ty ti po falesh, mashallah po falesh, e çaj namazit ty po të shtin me na kallëzu, çka me bo na, a mi boj ibadet aty në që i boj ibadet baballar ton, apo diçkafin çka po na thret ti, ose a namazit po të shtin ty me na urdhnu çka me bo na me paret tona dhe me pasunit tona. Se edhe ato i ka thonë, mos i shpenzoni, mos i shpërdorani pasunit që ja u ka thonë Allahu, e kështu me radhë. Pejgambert e Allahut e kanë pas edhe një punë tjetër, ja u kanë kujtu shumë njerëzve begatit e Allahut. Edhe njeri për një me ka nevoj, kur jeton mirë edhe rahat, ka nevoj me ja kujtu se krejt ajo mirësi, krejt ajo mirëqenje është prej Allahut fuqiplot. E keni dëgju në surën Kasas rrëfimin e Karunit, kur i kanë thonë, la të frah, inna Allah la yuhibbu al-farihin. Karuni ka pas shumë pasuni, ekstrem shumë. Edhe i kanë thonë ata mos u borë se Allah nuk i ndonë buravecat, nuk i donë buravecat. A i ka thonë vetë e kon fitu, s'ma ka thonë kërkosh. Ata që e kanë këshillu i kanë thonë jo, krejt e ki prej Allahut fuqiplot. Edhe pejgambert në përgjithësi, ja u kanë kujtu njerëzve që krejt janë prej Allahut, edhe Allahu qështë të ka dhonë mundet edhe me ta marë. Edhe ka pas raste që njerëzit kanë jetu në mirëqenje, për shkak se kanë qenë mos mirënjohës, Allah i madhruar ja u ka shëndru gjendjen në vujtje edhe në mjerem. Besa pejgambert e Allahut ja u kanë kujtu edhe, ose i kanë paralajmëru. E thamë në fillim, rusulen, mubeshirina o mundhirin. Myshdëgji edhe paralajmërus. Edhe i kanë paralajmëru, nëse vazhdoni me botë qështo, mos i aleni fajnë kërkujt përveç vetës, ju po e zjedhni vetë rrugën e shkatërimit, e për këto ka shumë shembuj. Për shembull, nga njerë, kër e kam pa pejgambert e Allahut,
se s'po besojnë ma. Nuhit a.s. i ka thonë Allahu s'ka me besu ma kërkosh, atëherë kanë fillu pejgambert edhe me mallku. Nuk është etike me mallku, po nga njerë është zgjedhje me mallku. Zgjidhje. Pse se merë fund çdo gjë edhe vjen për një moment i caktuar që aty mshira nuk funksionon, edhe kryesisht pejgambert e Allahut kur e kanë pasë ata popuj, sigurisht që Allahu ju ka tregu, s'kan me besu ma, atëherë e ka shfrytzu rastin edhe për me i mallku popujt e tyne edhe të shumë për e tyne ka zbrit edhe zemrimi i Allahut fuqiplot edhe janë shkatru. Tani me fol për atë pjesën tani, pejgambert çtu pas kanë thirrë, po ata çka ju kanë thonë, edhe aty kena shumë çka me fol për asaj çka na ka tregu Kur'ani. Ja u kanë mohu, kanë i herë popujt e tyne, ja u kanë mohu pejgamberve faktin që janë pejgamber. Ju kanë thonë, in antum illa basharun mithluna. Ju sini kur gjo, ju sini pejgamber, ju jeni njerëz sikur na. E dirisa jeni njerëz sikur na, pse do të më junguna juve? Ja u kanë mohu që Allahu i ka dërgu, e kështu me radhë. Sot ka njerëz që kur dojnë me mohu fenë edhe besimin edhe obligimin e nënshtrimin dhe Allahut fuqiplot, e kontestojnë pejgamberllëkun. Edhe sot për shembull, gjoja me gjuhën e lavdatës thonë Muhamedi alayhi salatu wasalam, u kon njeri i mrim, u kon njeri i meqëm, u kon gjeni, u kon mendimtar, u kon filozof, u kon kështu. Krejt këto që për neve me i thonë që tona i këshum rrit kratë, po për pejgamberin sallallahu me i thonë që to është ofendim për arsye se po e mbulojnë edhe po e shtinë në hijat faktin më të rëndësishëm që ai u kon pejgamberi edhe i përzgjedhur i Allahut fuqiplot. E këto ata kanë pas prirje me ja u mohu, me ja u kontestu, po pastaj kanë përdorur edhe metoda tjera, ju kanë thonë gjithçka. Inna lanaraka fi safaha. I kanë thonë njërit për pejgamberëve, të shohim se ti je mendjele, ti s'merresh. Tjetërit i kanë thonë inna lanaraka fi dalala. Ti je në lajthitje. Ju kanë thonë ti je sihirbaz, ti je kështu. Para mendo te faraoni, qatë shumë e kanë përdorë këtë gjuhën e ofendimit ndaj Musës a.s. sa që kur kanë rënë hall edhe e kanë pa që Allah i madhruar po dënë me i shkatru, kanë harru, ju ka hup për me ju drejtu tash me lutje se pejzorit e kanë pas, me ju drejtu Musës a.s. me edukat, si kanë thonë ja juhën nebiju, o ti i dërgumi Zotit, lutë Allah në të na hek në dëshkimin, për kanë thonë ja juhë sahiru dhe ulena rabbeke bima ahida indek. O ti magjistar, lutë e Zotin tanë letë në e larganë se shkum pashtë. Dhe më thonë, ata e kanë pasë për një mirë po, mirë po nuk e kanë shprej ashtu që shdohat. Pse? Se ja u ka mujtë ajo logjika, ajo retorika e keqe. Për atë arsye, si besimtar, do të me nxjerrë një mësim shumë i rëndësishëm këto, do të me pas kujdes gjatë gjithë jetës çka po flasim. Çfarë fjalë po përdorim. Gjuhën tonë ka po e drejtojmë për arsye se në momentet caktume, nëse tani jeta na ka shku të fol pa lidhje, pashallah, ekziston rreziku mos më na u kujtu shahadeti. Allah i na ruaj. Nuk ka marrën se ç'kja. Pra tani jetën njeriu është marrë me punë të kota, me fjalë të kota, me rrana, me dallavere, me bartje të fjalëve, me gibete, me kështu me radhë, edhe tani lyp në moment caktuar me bë me ardhvdekja mbefasi, qysh s'po kujtohet shahadeti, s'kujtohet. Sikur në varr, kur shkojnë me laçet, me i pyet kush u kon Zoti yt, kush u kon feja jote, kush u kon pejgamberi yt, atë që munafikt s'kan më shumë me thon pejgamberi jam u kon Muhamedi alayhis salam. Edhe pse e din, kanë me thon, na kujtohet që kanë fol diçka, po ç'tash s'po na kujtohet kush u kon ai. Pse? Për arsye se këto punë lidhen edhe me sinqeritet, sa e ka njeri për një me, po lidhen edhe me sa u ka njeri i përkushtu me rregullu jetën, e gjuhën, e dorën, e kamën, e veprimet e tija. Pejgambert e Allahut kanë bo sabër me gjithate. Nuk u kom punë e vogël me i shah pejgambert e Allahut, njerëzit më të mirë, njerëzit që s'kan bo kur gjunahe, njerëzit që faktikisht kanë dashur me e çu vetëm poshtë
për mi u bo mirë sa atyne njerëzve, me ta këthy me të shame, na sot asnjoni s'durojnë. Për arsye se dhe na vetë tani dalim prej vetvetes. A grajisën, e theme, ti mu po më shana, unë e për të mirën tonë e kam, po hobre, po ti kështuet, ti faqezit, edhe na të bohëm si kuraj, pse se na e ka prish Terezin, unë e po munona mirë për ty, pejgambert e Allahut kur s'kan dalë prej vetvetes. Pejgambert e Allahut kur nuk kanë fol pa vend. Kanë bërë shumë sabër, Nuhi a.s. sikur se e dim, përveç kohës së gjatë, Nuhi a.s. të krejt format dhe mënyrat e thirrjes i ka përdorë për me afru njerëzit ka Allahu fuqiplot. Asnjoni prej tyne si ka thirr njerëzit të vetja. Toni kanë thirr njerëzit të Allahu edhe unë mendoj se suksesi pikërisht këtu qëndron. Apo don me promovu veten, apo don me promovu të vërtetën. Nëse don me promovu të vërtetën, edhe ti tani me u identifiku me to, ki me pas sukses. Nëse don me promovu veten, sa dush fal fjalë të Kur'anit, sa dush cito hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aty pastaj nuk ka bereqet. Allah ju rujt e inshallah ditëve që vjen, vazhdojmë me tema tjera, Allah ju shpërbleft për vëmendjen. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.